Policia e Vau të Dejës ka arrestuar në flagrancë një 68 vjeçar i cili tentoi të vriste bashkëshorten e tij duke e qelluar me armgjahu dhe më pas duke e sulmuar fizikisht. Efektivët ndërhyn menjëherë pas marrjes së njoftimit se një grua nga Vau i Dejës po transportohej drejt Spitalit të Shkodrës me plagë të rënda të shkaktuara nga dhuna e bashkëshortit. Menjëherë u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i autorit të dyshuar Xhabir Hoxhaj, 68 vjeç, banues në fshatin Mjet. Hetimet paraprake tregojnë se Xhabir Hoxhaj për motive xhelozie ka qelluar gruan 2 herë me armgjahu. Pasi dështoi në këtë përpjekje, ai e ka dhunuar fizikisht duke e goditur me grushte në fytyrë dhe duke e dëmtuar me një mjet prerës në pjesën e qafës dhe shpatullës. Ngjarja duket e paralajmëruar pasi fqinjët tregojnë se ai kishte një sjellje të ashpër dhe shpesh të dhunshme ndaj bashkëshortes. Një gru zoj që e ka qitë i shoqi janë rënë. Shumë vazhdimisht. Shamat kanë pas ditë natë, me e marrë, me e trash, me e budale, me e këtë, me e jatë, që s'ka thënë. Pashat madhin zot, aja gjylma punëtore, e ma zoja për shfi, e për kanak, e me pritë me qitë, unë nuk di si me thonë për ma fort. Nga ana tjetër, të afërmit janë shprehur të tronditur nga kjo ngjarje, pavarësisht se kushëriri i tij pranon se Xhabiri shpesh ishte i alkolizuar. Me pi pak. Shumë problematik me tjerë nuk ka kënë. Me të birin flash. Në danë që me të du. Grushta e me shja kam leju, mi thonë, më shi falë. Për mu janë njërës të mirë, unë e kam konat, për mu faleminderit prej ti. Mu më ka rritë fëmijë, edhe gruaja shumë e mirë. Kanë pas probleme? Nuk e di, ma kanë pas ajo se nëra ndoje, këna ikë me shpinja atje. Një ati lërgë, nëse të këna pas shpijet. Për mu, unë nuk di se qa flas për ta. Unë asë kam di gjoveç në dorë, e kam në gjohë se u boj i kja punë. Fatmirësisht, 61 vjeçaria ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor.